Grupi i punës për ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku është miratuar metodologjia e punës dhe kalendari i detajuar për procesin e rishikimit të dokumentit themelor të partisë. Sipas njoftimit zyrtar, procesi do zhvillohet në disa faza të mirëpërcaktuara nga data 1 deri në 10 maj. Çdo antar i partisë, përfshirë kryesinë, Këshillin Kombëtar, grupin parlamentar dhe kuvendin kombëtar, do të kenë mundësi të paraqesin propozime për ndryshime ose përmirësime në statut. Paralelisht, edhe antarët e grupit të punës do dorëzojnë me shkrim sugjerimet e tyre. Në fazën pasuese, nga 11 deri në 14 maj do të bëhet shqyrtimi të gjithë propozimeve të mbërritura, ndërsa në periudhën 15-20 maj pritet hartimi i draftit final të ndryshimeve statutore. Ky draft do t'i dorëzohet kryetarit dhe sekretarit përgjithshëm të partisë për vijimin e procedurave të brendshme. Më pas, deri në 25 maj, dokumenti do të kalojë për shqyrtim dhe miratim në kryesi edhe në Këshillin Kombëtar për t'u dërguar përfundimisht në Kuvendin Kombëtar të partisë. Vendimi final për ndryshime në statut pritet të merret në 30 maj, kur është përcaktuar edhe mbledhja e këtij forumi më të lartë të partisë. Në njoftim theksohet gjithashtu se puna e grupit dhe propozimet e paraqitura do të mbeten konfidenciale, ndërsa mbledhjet do të zhvillohen me dyert të mbyllura deri në finalizimin e draftit zyrtar.